Mitrovica e Jugut duket se ka qenë të paktën në bazë të exit polleve surpriza e madhe për shkak edhe të një figure të rëndësishme të qeverisë Kurti që ka agaruar në këtë Mitrovicë është Faton Peci, i cili mori goxha shumë vota gjatë zgjedhjeve të përgjithshme si kandidat për deputet, por duket se Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të mbajë këtë komunën e Mitrovicës së Jugut. Pra, pas Bedri Hamzës, i cili e drejtoi atë për 4 vite, duket se edhe pasardhësi i tij ka arritur të ruaj dominimin. Pse banorët e Mitrovicës i besuan prapë PDK-s? Po, është e qartë që 2 mandate domethënë PDK po fiton Mitrovicë dhe thuhet që tash u bën një farlloj bastioni i fuqishëm i Partisë Demokratike atje. Mos harrojmë se dikur ish kryeministri i Kosovës Bajram Rexhepi ka udhëheq me atë komunë, që ishte poshtu nga Partia Demokratike e Kosovës. Pra sot perun PDK-ja do të thotë me çdo kusht perun domon pushtetin atje, ka punu ma shumë se partitë e tjera. Natyrisht që zoti Peci ka qenë jo një lider lokal, ai nuk nifet në Mitrovicë si lider lokal, pa i ma tepër nifet si njeri i cili ka fitu vota në nivel qendror, dhe mos harrojmë ai dikur ishte vetëm asambleist në atë komunë, nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra, një figurë e cila vinte nga LDK, po që nuk është në LDK. Mirë, po mbështetja që them të vërtetë drejtë nuk kam besu, edhe nuk kam besu që ai mundet tas me shku në ballotazh, po mirë nëse mbrin në ballotazh shkoj, edhe pse po thuhet sipas sondazhe, përkas se exit pollë që shonta nuk ka as në ballotazh me shku domon me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë, por Blerim, vetëm se ka një gjë se zoti Peci ka pasur nga mbrapa lëvizjen vetvendosje, se nuk është si individ, pra i ka pasur një mbështetje të fortë dhe aq më tepër se vetvendosje të gjithë suksesin më të madh të qeverisjes së tij 4 vjeçare e lidh me situatën në veriun e Kosovës, që natyrisht mund të reflektohet fillimisht ai sukses tek Mitrovica e Jugut, që ndan vetëm një urë me Mitrovicën e Veriut. Ju mirë bonet në sqarim dhe po natyrisht sqarimi ju ndoshta ka më tepër logjike, por në kuptimin politik praktik Kosova nuk funksionon në këtë variant. Mundesh me pas nivelin qendror në pushtet, mirë po në nivelin lokal me pse varet shumë nga kandidati që i prezantohet. Për shembull, gjosat e VV-s kanë qenë më të mëdha në Prishtinë, ishte një qytetar i Prishtinës kandidat, po jo më orë një qytetar nga Prizreni. Pra këtu mundet me konë defekti i vetvendosjes domon pse ka leju vete me lujt me kandidat cilët nuk kanë seriozitet e madh për lokalitetin ku janë ose ku kandidohen. Pra këtu është problemi, edhe pse zoti Kurti është një lider domethënë nacional, ajo nuk domethënë që në Bosnjë do të fitojnë gjitha votat, sepse Kosova nuk funksionon sikur në Shqipëri. Na jena pak më ndryshe, te na mundesh me pas pushtetin qendror, mirë po me pushtetin lokal. Edhe vetvendosja nuk pritet të ketë më shumë se 4 komuna që mund të fitojë në këto zgjedhje, por më shumë se 4 komuna nuk ka gjasa me fituar. Pra, edhe kjo po dihet qartë që domon nuk është më vetvendosja ajo që dikur pretendante që me çdo kusht gjithmonë ka humbur në pushtetin lokal vetvendosja. Jo dini para 4 vjetëve keni përcjell domon ka qenë një humbje katastrofale edhe në nivelin e pushtetit lokal me pushtet qendror, me fuqinë e madhe që ka pas politika në vend dhe menzi ka mri 3-4 komuna me fitu në zgjedhjet e para 4 vjetëve në pushtetin lokal. Kjo është shumë e çuditshme, po tek ne nuk funksionon demokracia lokale njësi ajo qendrore. Pra, qytetarët mund ta besojnë tyje qeverisjen qendrore, por nuk ta besojnë për shkak qeverinë lokale, për shkak se shumë ka rol kandidati. Pra, roli kandidatit është me rëndësi të madhe në Kosovë, secili do të është domethënë kanë ke paraqiti si kandidat. Pra nuk është situata domethënë krejtësisht e njëjtë apo siç thuhet e barazvlerësuar me njëjtë domethënë në nivelet e pushteteve. Pra unë mendoj që vetvendosja ka bërë disa gabime strategjike në këtë drejtim. Në Prishtinë ka bërë gabim strategjik që ka vendosur një kandidat që vjen nga Prizreni, edhe pse qytetari i Prishtinës ligjet e rregullore të lejojnë, pasi që 3 vjet nëse jeton në Prishtinë ti mundesh më bë kandidat. Por problemi ai ki votues me veti. Pra është problemi këtë te votues. Pra s'ka pas votues me veti. Dhe unë kam dron, pra e kam brengë që vetvendosja ka dështu në kandidat në Prishtinë. Po dhe drejtë me thonë Mitrovicë ka dështu se s'ka pas as kanë qet. Atje veç Agim Bahtirin i cili nuk ka ndaj rolin e varpeshëm më të madh se Faton Peci.
Pra, Faton Peci nuk është më në lidhjen e demokratike dhe me pretendu që mund të fitoj vota, më shku në ballotazh, domethënë më ndryshe, më shku me kandidatin e një partie tjetër, që është Partia Demokratike. Zoti Burjani, dhe i pyetjet fundit kam sa i përket veriut të Kosovës tashmë. Si e shikon çfarë mund të ndodhë në ditët muajt në vijim me gjithë këtë angazhim të Serbisë, të Aleksandar Vučić, gjithë qeveria duket se ka qenë gjithë sy e vesh angazhuar në të gjitha format dhe mënyrat për të nxjerrë serbët të votojnë për listën serbe? Po, ajo që ka thënë aty është shumë korrekt, është se Vučići dhe Serbia kanë bërë përpjekje të mëdha që ta imponojnë, domethënë të imponojnë zgjedhjet përkatësisht edhe qytetarët serb të Mitrovicës të votojnë me çdo kusht për domethënë për listën serbska. Edhe ata kanë vritë qëllimin e vet Vučićit që kësaj here domon pushtetit shkoi te lista serbe dhe ata më tepër janë mobilizuar të gjithë. Edhe Serbia dhe veriu serb janë mobilizuar për me hjek, si që shethojnë ata më shliru prej Kurtit Mitrovic. Domon pushteti lokal tash kalon të serbët lokal. Dhe natyrisht zhvillimet më tash janë të paparashikueshme se çfarë do të ndodhë domon dhe sa do të respektojnë kryetarët e komunave serbe pushtetin e të qendrorët e Kosovës, sa do të respektojnë edhe domethënë qeverisjen atje që duhet bazuar në ligjet e Kosovës dhe a do të hjeken ata flamujt të Kosovës në veri apo do të mbeten flamujt dhe sistemat e Kosovës në organet komunale të veriut. Pra kjo është ajo betejë që Vučići e ka bërë do të thotë e ka bërë domethënë me Kosovën, që përmes listës serbska domon ta kthej listën serbska në veri. Tash shohim zhvillimet, por unë mendoj që është situata apo mund të jetë edhe më dramatike në të ardhmen, pra mund të jetë një situatë shumë më dramatike në veri. Falenderoj shumë që ishte sot me ne. Faleminderit dhe juve. Ishte kënaqësi.